Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të jenë ndër folësit në samitin 2 ditor që mbahet më 30 qershor dhe një korrik në Shkup, ku liderët e Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian diskutojnë mbi zbatimin e planit të rritjes për rajonin. Takimi i nivelit të lartë mbledh krerët politik dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare financiare për të shqyrtuar bashkëpunimin ekonomik, reformat dhe integrimin drejt tregut të përbashkët rajonal. Brëmin e sot me kryeministri Hristijan Mickoski prehet në një darkë formale me liderët e rajonit dhe zyrtarët evropian në Winnerfi Kamnik. Ndërkohë, ministrat dhe partnerët zbatues do të marrin pjesë në një darkë paralelisht në të njëjtin ambient. Pjesa kryesore e takimit zhvillohet më një korrik në Hilton Double Tree Hotel, ku fokusi kryesor është në vlerësimin e planit të rritjes propozimit për iniciativën e re dhe bashkëpunimit ekonomik përmes tregut të përbashkët rajonal. Samiti përfshin 2 panele diskutimi dhe do të përmbyllet me një konferencë përshtyp dhe drekë zyrtare. Të pranishëm janë lider si kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri i Malit të Zi Milojko Spajić dhe kryetarja e Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Borjana Krishto, së bashku me përfaqësues të BE-s, BERSH, Bankës Botërore dhe organizatave të tjera.